Prej datës 10 prill, kufiri nuk ju njeh më nga pasaporta, por nga fytyra dhe gjurmët e gishtrinjve në të gjitha vendet e hapësirës Schengen. Ka hyrë në fuqi sistemi europian i hyrjes dhe daljes i njohur si Entry-Exit System, një sistem i ri që po zbatohet edhe këtu në pikën e kalimit kufitar në KKV. Ky sistem zvendëson vullosjen manuale të pasaportave me një regjistrim elektronik. Çdo hyrje dhe dalje për shtetasit e vendeve jashtë Bashkimit Evropian përfshirë edhe qytetarët shqiptar. Në praktik, në hyrjen e parë pas datës 10 prill, çdo udhëtar regjistrohet në sistem përmes të dhënave biometrike që përfshin fotografinë e fytyrës dhe gjurmët e gishtrinjve. Përveç të dhënave të pasaportës, autoritetet bëjnë me dije se refuzimi për të dhënë këto të dhëna sjell automatikisht refuzim të hyrjes në territorin Schengen, një element i rëndësishëm që theksohet nga autoritetet. Gjithashtu lidhet edhe me rastet e qytetarëve që mund të kenë pasur më herët probleme me qëndrimin në zonën e Bashkimit Evropian apo ndryshime në të dhënat identifikuese. Sistemi i ri identifikon udhëtarët përmes biometrisë pavarësisht ndryshimeve në dokumente. Po ashtu kërkohet që pasaportat të jenë të vlefshme dhe në gjendje të mirë fizike, pasi çdo problem mund të ndikojë në procesin e regjistrimit në sistem. Megjithatë, ky sistem nuk ndryshon rregullin ekzistues të qëndrimit në zonën Schengen që mbetet deri në 90 ditë brenda një periudhe 180 ditore. Pra në thelb, ky është një hap drejt një kontrolli më të automatizuar dhe më të rept kufitar që synon rritjen e sigurisë dhe parandalimin e abuzimeve me qëndrimin në zonën Schengen.